Kryeministri në detyr i Kosovës, Albin Kurti, ka hedhur gur themelin për ndërtimin e 2 urave mbi lumin Ibër. Projekti për ndërtimin e urave është iniciuar me kërkesë të 2 komunë, si rezultati i krijimit të bordit të përbashkët të Mitrovicës. Memorandumi i mirëkuptimit, thuhet në deklarat, parashikon që Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës të financojë dhe zbatojë këto projekte infrastrukturore që përfshin ndërtimin e urave për këmbësor dhe automjete mbi lumin Ibër, me qëllim të lehtësimit të lirisë së lëvizjes së qytetarëve dhe mallrave. Sa i përket mundësisë së hapjes së urës kryesore mbi lumin Ibër për qarkullimin e automjeteve, gjë që shkaktoi dhe tensione vitin e kaluar, qeveria e Kosovës ka theksuar se qëndrimi i saj mbetet i pandryshuar. Ura kryesore mbi Ibër duhet të jetë e hapur për qarkullim të plotë, ndërsa ndërtimi i 2 urave të reja do të kontribojë më shumë në frymën e bashkëpunimit ndërmjet 2 komunave dhe lëvizjen e lirë në të dyja anët e lumit Ibër. Bashkimi Evropian deklaroi se nuk është i përfshirë në këto projekt dhe as janë njoftuar për të. Sipas Bashkimit Evropian, çdo vendim për ndërtimin e infrastrukturës mbi lumin Ibër duhet të merret me kujdes dhe mënyrë gjithëpërfshirëse, duke përfshirë plotësisht të gjitha komunitetet që preken nga kjo çështje. Më herët ambasada gjermane ka bërë thirrje kryeministrit në detyrë Albin Kurti që të tërhiqet nga ky vendim. Qyteti i Mitrovicës u nda në periudhën e pas luftës, ndërsa në vitin 2013 u nda dhe zyrtarisht në 2 komuna. Mitrovica e Jugut e banuar me shumicë shqiptare dhe Mitrovica e Veriut e banuar me shumicë serbe. Në qershor të 2025 u formua dhe një bord i përbashkët i këtyre 2 komunave bazuar në ligjin për kufit administrativ, me qëllim për afrimin e qytetarëve. Misioni i organizantës së Traktatit të Atlantikut Verior në Kosovë, KFOR, kërkon që çdo vendim për hapjen e urës duhet të merret brenda kornizës së dialogut midis Kosovës dhe Serbisë, i cili ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian.